Vizita e një dite më parë të presidentit e Këshillit Evropian Antonio Costa ka përplasur partitë politike shqiptare. Nga Alianca për Shqiptarët deklarojnë se me qëndrimin e Koshtës, Brukseli ja ka rrëzuar qeverisë të gjitha arsyetimet e prodhuara për konsum të brendshëm dhe gjithashtu sipas tyre kanë nxjerrur në pah dështimin politik të koalicionit të Vlen, të cilët nga shë theksojnë se kanë hyrë në qeveri me premtimin se ndryshimet kushtetuese do të bëheshin në 6 mujorën e parë. Heshtja e Vlenit sot nuk është kujdes politik, është pranim i pafuqisë, është dorëzim para VMRO DPMN-s, është largim nga zotimi mbi të cilin kërkuan besimin e shqiptarëve. Vlen nuk mund të sillet sikur nuk është pjesë e pushtetit, mban poste në qeveri, merr pjesë në vendimmarrje dhe mban përgjegjësi për bllokadën që po e mban vendin larg rrugës evropiane. Nga shë kërkojnë që Vlen më njëherë t'i kthehet të marrëveshjes bazë dhe të kërkojnë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Ndërkaq, nga ana tjetër, nga Vlen kanë përshëndetur vizitën dhe mesazhin evropian të presidentit Antonio Costa dhe kanë vlerësuar atë si një konfirmim të rëndësishëm të perspektivës europiane të mashinisë së veriut. Integrimi në Bashkimin Evropian është përcaktimi ynë strategjik dhe aspirat e gjeneratave të tëra. Vizita e presidentit Costa është inkurajim për të vazhduar me përkushtim reformat dhe proceset që e afrojnë vendin me familjen evropiane. Në këtë drejtim, Vlen do të vazhdojë të jap kontributin e vet institucional përmes zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit për çështje evropiane, Bekim Sali, duke mbajtur agjendën reformuese në qendër të procesit eurointegrues. Nga partia Vlen theksojnë se ata mbeten të përkushtuar që, siç thonë, përmes punës së dialogut dhe reformave të kontribojnë në ndërtimin e një të ardhmeje plotësisht europiane për të gjithë qytetarët e mashinisë së veriut. Kujtojmë se gjatë vizitës së tij në Shkup, Costa tha se realizimi i ndryshimeve kushtetuese është e vetmja mënyrë për të zhbllokuar procesin eurointegrues.